Të nderuar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studion e televizionit Atullah. Të gjithë ne kemi kërkuar një shërbim cilësor dhe një jetë sa më të mirë, por kuptohet që të arrihet kjo duhet që të faktorizohen dhe të bashkëpunojnë shumë hallka të shoqërisë dhe të qeverisjes vendore. Pikërisht për të folur këtë, për të folur për marrëdhëniet mes tyre, unë kam një panel të ftuarish, kam përfaqësues nga bashkia dhe është pikërisht Flamur Mato. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Kam të ftuar nga SNV Degafir zotin Orion Hoxha, përshëndetje. Kam nga shoqata e komunitetit Rom Aktiv Albania, zotin Latif Kazanxhiu, përshëndetje zoti Kazanxhiu. Është përfaqësuesi i qendrës rinore Epoka e Re, zoti Alban Nako, përshëndetje. Si dhe kolegun tim Xhemil Beharaj, njëkohësisht edhe drejtori i Radio Star, përshëndetje. Atëherë, ju falenderoj që keni pranuar ftesën tonë. Do doja një pyetje për të gjithë ju së bashku. A është mirë të kesh një qeverisje të mirë vendore, apo është mirë të kesh një shoqëri civile aktive? Nisim në fakt nga përfaqësuesi i bashkisë, zoti Mato. Po, faleminderit për ftesën. Është një argument shumë interesant. Po, në përgjigje të pyetjes tuaj, unë do thosha që është mirë të kesh të dyja. Një qeverisje vendore që funksionon, eficiente, dhe një shoqëri aktive e cila e plotëson qeverisjen e mirë. Dhe partneriteti midis këtyre është një garanci për një zhvillim të qëndrueshëm. Faleminderit për ftesën. Ne vlerësojmë si shumë produktiv këtë panel që do t'i shërbej zhvillimit të mëtejshëm të partneritetit të qeverisjes me shoqërinë civile. Sigurisht unë jam dakord dhe me mendimin e Flamurit, këto janë dy gjëra të cilat nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, por janë në simbiozë. Ato bashkëjetojnë me njëra tjetrën, plotësojnë njëra tjetrën dhe duhet të themi, nëse do të vi me shprehjen e një senatori amerikan, Robert Jackson, i cili thotë që është detyrë e qytetarëve që ta ruajnë qeverinë nga rënja në gabime. Të dyja këto së bashku bëjnë që në drejtim të qytetarëve të vijnë shërbime dhe një jetë sa më e mirë. Zoti Kazanxhiu, besoj se nuk do ndani të njëjtin mendim apo? Përshëndetje, edhe unë si pjesë e kësaj paneli për të qenë pjesë e diskutimeve dhe në marrjes si shoqëri civile, patjetër ne funksionojmë si një rrjet dhe ne kemi hedhur disa hapa, të cilën kemi bashkëpunuar me pushtetin lokal, edhe unë mendoj sepse edhe shoqëria civile ka të përgjegjësinë e saj qytetare për të arritur, për të ngacmuar nga njëherë pushtetin lokal për ato detyra që nuk i përmbush. Pra ju po thoni që pozitiviteti kësaj jetësurie është që të kemi një shoqëri civile aktive. Të ndërgjegjësuar dhe që të jetë aktive duke i ngacmuar nga një pushtetarët, për mos të rënë gjumë. Zoti Beharaj? Unë do të thoshe që pushteti lokal dhe shoqëria civile kanë një bashkëpunim midis tyre, tani se sa i frutshëm është dhe sa i plotësojnë përshtatjet e njëra tjetrës, kjo vlen për të diskutuar në këtë temë të Jo, në fakt, ajo çka donim të bënim në parantezë, pra në hyrje të këtij emisioni është a duhet të funksionojë një shoqëri civile aktive që të ecë qeverisja vendore? Absolutisht po. Duhet. Atëherë, zoti Nako. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është një kënaqësi me të vërtet të jem këtu sot. Doja të thoj që ky debat i sotëm ka shumë vlerë për ne sepse është një provë që ekziston në qytetin e Firit një shoqëri aktive dhe civile. Sikundse kemi një pushtet të mirë lokal. Mendoj se ky debat do të jetë një debat mendimesh, jo një debat midis individëve duke synuar ata, por thjesht do debatojmë për të mirën tonë dhe për të patur një jetë më optimale në qytetin e Firit. Thënë optimalja do të ishte që të ekzistonte një pushtet lokal, aktiv, por unë mendoj se më mirë do të ishte të kishin shoqëri aktive. Si është shprehja, më thënë që demokracia vjen nga populli, në këtë rast më thënë mund të empirizohet shumë thjesht që demokracia në këtë rast i bie lokal, kurse populli është një shoqëri aktive. Duke patur një shoqëri aktive, atëherë është shumë më eficiente, më thënë, një demokraci dhe një qytet më i mirë.
Gjithmonë për të patur. Zoti Narko, juve vini këtu si përfaqësues i Qendrës Rinore Epoka e Re dhe Parlamenti Rinor Dhe Fier. kësaj keni patur një rol të rëndësishëm dhe në zhvillimin jetësor të qytetit Fierit. A jeni ndjer ju një shoqëri civile aktive? A ka patur diçka të tillë qyteti i Fierit? Mendojmë se situata në qytetin e Fierit ka ndryshuar shumë. Qendra Rinore Epoka e Re ka luajtur një rol shumë të madh tek rinia shqiptare e qytetit të Fierit për të krijuar këtë shoqëri aktive. Mendojmë se jemi akoma në hapët e parë, pavarësisht se ka kaluar shumë kohë që nga krijimi jonë, por mendojmë se me anë të trajnimeve, workshopeve apo dhe të bashkëbisedimit të ndryshëm me të rinjtë e qytetit të Fierit, kemi arritur të krijojmë atë bazën ose themelet për një shoqëri aktive. Dhe kjo është në të vërtetë shumë eficiente dhe sot më thënë është një etapë shumë e mirë për qytetin e Fierit. Po, zoti Oda, ku e keni parë juve aktivizimin, le të themi, të shoqërisë civile ndër vite, le të flasim ndër vite? Atëherë, është një organizatë e cila është e mirënjohur në qytetin e Fierit, është organizata holandeze për zhvillim, e cila ka një aktivitet në Fier qysh në vitin 95, një punë aktive në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë e Fierit, me Këshillin e Qarkut, me strukturat e tjera, me institucionet e prefektit dhe me pjesën tjetër të shoqërisë civile. SNV-ja ka bashkëpunuar sidomos në ato pjesë të bashkëpunimit midis shoqërisë civile dhe qeverisjes vendore, pra organeve të qeverisjes vendore, sidomos në rastet kur është dashur që të bëhet një vendimarrje me pjesëmarrje. Dhe kjo ka pasur rezultatet e saja. Flamuri mund të flasi shumë mirë, por rasti është në hartimin e strategjisë së qytetit Fierit, hartimi i strategjisë së zhvillimit të Qarkut, në buxhetimin me pjesëmarrje. Pra, mund të përmendim një aktivitete të ndryshme ku SNV-ja dhe pjesa tjetër e shoqërisë civile, pra aktive në Fier, kanë bashkëpunuar me pushtetin lokal. Ne në 2007, pra edhe në bashkëpunim me UNDP-n, me PNUD-in, punuam dhe arritëm që në Fier të organizohet edhe një rrjet i shoqërisë civile si një organizëm, pra, i cili përfaqëson shoqërinë civile në të gjitha aspektet dhe në marrëdhëniet me qeverisjen vendore. Po, pak më parë, zoti Mato, dikush nga të ftuarit tha që nuk duhet lëmë një qeverisje vendore pa fre dhe jemi munduar ta bëjmë, dhe këtë më duket se tha Kazanxhiu. Sa e keni ndjerë ju këtë kërcitje dhëmësh, le të themi, nga shoqëria civile? Flasim për vendimarrjet. Jo, nuk do ta gjykoja kërcitje dhëmësh, pasi filozofinë e Bashkisë Fierit, mënyrën se si ajo është qasur ndaj menaxhimit të problemeve dhe të jetës qytetit Fierit, shoqëria civile apo qytetarët nuk i kemi konsideruar kundërshtar. Kundra si kemi konsideruar si një aset i rëndësishëm që mund të shfrytëzohen dhe duhen të përfshihen në ndërtimin e programeve dhe në zbatimin e tyre. Pra, është një shans i mirë që në qytetin e Fierit tashmë është ndërtuar, si thua, një tesut social, një strukturë shoqërore organizuar, kur çdo organizat me profilin e saj mundohet të japi një kontribut në evidentimin e problemeve dhe në sugjerimin e zgjidhjeve. Pikërisht duke pasur parasysh këtë lloj backgroundi teknik që secila nga këto organizata për pozicionin e saj mund të ofrojë në qeverisje, ne i kemi pasur gjithmonë partneri, kemi ftuar, kemi këshilluar me ta, kemi kërkuar që të organizojnë takime dhe konsulta, dhe besoj se kemi pasur edhe sukses në këtë mënyrë të punuarit. Duhet të përmend një gamë të gjerë të aktivitete ose të momenteve kur kontributi dhe ky lloj bashkëpunimi ka dhënë rezultate, qoftë në momentin e hartimit strategjisë, hartimit të planit përgjithshëm rregullues, në momentin e implementimit të tij në projekte konkrete, në përballimin e atyre problemeve ose tematikave të veçanta, por që pikërisht prandaj janë dhe më, si thua, më fine dhe duan dhe një suport teknik. Mendimi i këtyre organizatave ka qenë i pranishëm dhe i vlerësuar nga ana e bashkisë. Po.
Zoti Beharaj, përveç se jeni përfaqësues si Unioni të Gazetarëve dhe gazetar që normalisht duhet jep një kontributin tuaj dhe si shoqëri civile, si e keni këto lloj marrëdhëniesh duke qenë gazetar dhe keni ndjekur përditshmërinë e ecurisë? Unë do të ndalesha pikërisht tek pjesa e medias që unë përfaqësoj. Shumë herë kemi marrë vesh që pushteti lokal ka bërë takime me shoqërinë civile për problemet e ndryshme, siç është dhe problemi për pjesëmarrjen në buxhetin me pjesëmarrje. Por shumë pak herë jemi njoftuar neve si gazetar për të qenë prezent, për të parë ato dukuri qoftë të mira apo qoftë negative, për të pasqyruar ato në media. Shikoj një farë neglizhence që vetëm në disa raste apo kur ka konferenca shtypi njoftohemi nga personat që merren me media në bashki, për mos thënë që nga pjesë të tjera të shoqërisë civile nuk njoftohemi fare, vetëm në takime shumë sporadike. Do të ishte mirë që jo vetëm një apo dy televizione lokal, ndërkohë që për radio të zbet fjalë fare që njofton takimet por edhe si përfaqësues të medias qendrore në Tiranë është një farë neglizhencë, kjo nuk e di pse ka ardhur, domethënë pse ndodh nga ana e bashkisë apo qoftë nga rrjeti i shoqërive civile që nuk njofton kur ka zhvillime të tilla. Pra ju një farë neglizhencë. Kam përshtypjen se i shigjetuat të dy këta komponentë që tham apo jo. Fakti është fakt. Atëherë japim fjalën në Kazanxhi si shoqëri civile? Po, Është shqetësimi drejt ky Kazanxhi? Ky shqetësimi të drejtori zoti Behar si përfaqësues i mediave, unë do ta ilustroja pak më ndryshe, sepse po sa i përket në bashkinë e Fierit, këto njoftime dhe informacione janë marrë në forma të ndryshme, por gjithsesi pjesëmarrja e shoqërisë civile ka qenë e pranishme duke dhënë mendimin e pjesëmarrjes. Por personalisht edhe si përfaqësues i organizatës rombe, kjo vlen si një kritik për shtrirjen që ka komuniteti rom në rajon, sepse nuk kemi një ndërgjegjësi, nuk mungohet sa informacioneve në zona rurale ku janë shtrirë komuniteti rom, atje kjo strukturë, kjo përfshirje mungon. Do të bëhet komune Dërmena, si Levani, apo komuna të tjera staj që është i përqendruar komuniteti rom. Këtu nuk kemi të bëjmë përfshirjen e shoqërisë civile për të dhënë mendim. Falë, zoti Kazanxhi, unë doja të thoshe këtë, jo se nuk janë zhvilluar takime dhe debate, po kur është media prezent, media lokale dhe media qendrore lart, dikush që nuk e ka marrë vesh atë informacion kur pasqyrohet në media, pastaj nëpërmjet gazetarit dhe operatorit që ka kjo media, fjala juaj shkon edhe në bazë. Dakor, ta ndani një çik median si shoqëri civile nga media si biznes. Unë jam plotësisht dakord me vërejtjen për median si biznes, e cila duhet të jetë prezente, sepse është edhe një rol më i mirë i shoqërisë civile, qoftë edhe i qeverisë vendore, për të pasqyruar dhe për të pasur një mundësi komunikimi më të mirë me qytetarët dhe me gjithë shoqërinë civile. Pra, në këtë aspekt, bashkëpunimi me median si biznes është një faktor shumë i rëndësishëm për përhapjen e informacionit, për përfshirjen, qoftë edhe për përfshirjen e pjesës tjetër të shoqërisë civile në debat. Zoti, për të dhënë dhe përgjigje kolegut Beharaj, ka pasur diçka në këtë mes, domethënë ka qenë neglizhencë momentit, apo shihet diçka, apo s'është e vërtetë? Gjithkohë një pjesë të fajit duhet ta mbaj. Edhe pse unë kam çik të vështirë. E kam një çik të vështirë, domethënë që të pranoj që Bashkia e Fierit nuk ka qenë transparente me medien, por nëse zotëria i referohet një medie të caktuar, mund të jetë një handicap që në momente të caktuara nuk janë njoftuar mbase të gjitha. Por zoti Mato, më fal, është për të ardhur keq. Qyteti i Fierit është një nga qytetet më të në Republikë për sa i përket medias që ka gjithë përfshirje. Kemi 4 radio, 3 televizione, domethënë kablor, që mbulohen nga valorët, domethënë një aktivitet që bëhet. Mjafton ju bëni pjesën tuaj njoftoni. Pastaj, nëse pronari i medias të undua X sasi lekësh për ta pasqyruar këtë aktivitet, është anë tjetër, po në fundit lajmi është lajm, ai mund ta pasojë si marrëdhëniet institucionale. E kuptoj shumë mirë dhe pikërisht, duke pasur parasysh këto lloj raportesh, më vjen keq që përçohet kjo lloj mesazhi, domethënë që Bashkia e Fierit nuk bashkëpunon me media. Po unë e pranoj pjesën time, por aq
Do më thënë sa dhe kortezia e kësaj bisede mund të më lejoj që të mbaj, se unë mund të mbaj jo unë, po bashkia, sepse nuk është kjo, do më thënë, stili i punës, që të punoj jashtë dhe pavarësisht e shkëputur nga media. Përkundër, kemi qenë ne shumë të interesuar që media të jetë pjesë e të gjitha takimeve me qëllim që edhe qytetarët të jenë në dijeni të punës tonë. Mbase nuk është e përkryer dhe kjo lloj lidhje dhe me të drejtë ka vend që edhe kontaktet jenë më të shpeshta dhe mbase Bashkia e Fierit duhet të punoj më nga afër me median, sepse jo të gjitha punët dhe aktivitetet që zhvillohen në Bashkinë e Fierit, që mbahet dhe nga bashkitë më të mira dhe model në Republikë, përçojnë të gjitha tek qytetarët. Dhe kjo është pjesë e fajs që qartë, kam përshtypjen se u sqarua kjo pikë pa dashur të kundërvijem, se nuk e kam të kundërvënie, po thjesht domethënë është mirë që edhe pjesa e medias, ne po flasim për një shoqëri civile, domethënë për një grupim të organizuar. Edhe media domethënë po të jetë më e organizuar, domethënë me përfaqësuesit e saj, sepse është e vështirë që një institucion të kapi të gjitha, është e vështirë. Mund t'i kapi një nga një, të gjitha mediat për të njoftuar, por nëse do të ketë një organizim edhe nga juve që njoftohet për shembull edhe kontaktet Roni ja. Jo, në fakt që ta zgjidhim ne këtë do të bëjmë. Shumë takime më. Jo, është pjesë e një debati tjetër, domethënë. Shumë takime në bashkë media dhe qeverisja vendore. Dakor, jo, unë do të thosha për ta përmirësuar pak sekonda. Shumë takime në bashki do të publikohen në media lokale. Po e meta ku është? Të metën e keni ju tek zyra e informacionit. Personat që janë të punësuar aty, ai merr 10 minuta para, thotë mund të vish në bashkinë në filanon vet 10 minuta ku do shkoj. Ndërsa kur jepet të paktën 2-3 orë para, nëse zvi unë do vish ditë tjetër. Jo, dakor. Pranoj me dashamirësi do me këtë lloj vërejtje që ka nevojë të përmirësojmë raportin. Debati si më zgjat. Atëherë prapë me ju zoti Mato, duke qenë se jeni i shigjetuar i le të themi në thonjza e kësaj. Jo, unë jam i privilegjuar se jam mes shoqërisë civile. E keni ndjerë, thatë pak më parë, bashkëpunimi mes shoqërisë civile dhe ju. Por sa e frytshme ka qenë, flasim në praktik, sa ju janë përgjigjur juve shoqëritë civile? Unë do flisja me superlative. Base jo vetëm për meritën tonë, por dhe për gatishmërinë e shoqërisë civile dhe ndërgjegjësuar për rolin që ajo ka marrë. Në raportet që kemi pasur rezultate shumë të mira. Thash, mund të fillojmë të bëjmë një listë të momenteve ku ky bashkëpunim ka qenë i domosdoshëm, i nevojshëm dhe rezultativ. Momenti i strategjisë së zhvillimit të qytetit që ka qenë një punë voluminoze dhe ku duhej mendimi i ekspertëve të fushave, edhe teknik, por edhe mënyrat menaxhuarit të raporteve me komunitetin, shoqëria civile ka qenë e gjendur dhe roli i saj ka qenë i pazëvendësueshëm. Në momentin e hartimit planit përgjithshëm rregullues, ku kontakti me qytetarët ishte domosdoshmëri, sepse ne po modelojmë një qytet që do jetohet nga këta qytetarë, shoqëria civile edhe media ka qenë faktor shumë i rëndësishëm. Pas asaj, në fushat të caktuara ku këto shoqata ose organizatat të shoqërisë civile janë promotor, bashkëpunimi ka qenë i vazhdueshëm. Nuk kemi arritur në nivelin e fundit, sepse fundin e mira nuk ka fund, por sidoqoftë, një nga momentet më të rëndësishme që tashmë është bërë dhe mënyrë pune është buxhetimi me pjesëmarrje, që vetë fjala e presupozon procesin e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe të shoqërisë civile. Dhe këtu besoj se edhe qytetarët janë dëshmitar tashmë të se si është proceduar në këtë proces, ku organizatat saktuara, qoftë SNV-ja, e cila ka qenë partnere që në fillimet e këtij procesi, dhe në zbërthimin konceptual dhe pastaj në hartimin e hapave konkret, qoftë rrjeti i shoqërisë civile, domethënë që ka pasur përfaqësuesen qoftë nga DEA, qoftë Epoka e Re, dhe shoqata të tjera siç është Terre des Hommes për problemet që kanë të pasur të bëjnë me asistencën ose suportin e fëmijëve, qoftë në organizimin e kampeve verore ose në suportin ndaj familjeve që kanë persona portatorë të handikapit, domethënë me probleme fizike ose mendore. Po kështu bashkëpunim kemi pasur edhe me shoqatën e romëve për atë pjesë të procesit që ata janë të interesuar. Nuk dua të lej jashtë vëmendjes mediat,
të cilët e kanë përçuar këtë lloj mesazhi dhe kanë qenë, si thua, galvanizuesit e opinionit publik që të bëhen pjesë e procesit dhe për ta monitoruar atë në gjatë fazave të zbatimit. Në fakt, juve keni vite që asistoni pra në qeverisjen vendore, ashtu sikur se e thatë pak më parë, por keni vënë re një ndryshim për sa i përket përpjekjes vetë shoqërisë civile për të arritur përgjegjësinë e saj. Natyrisht. E bëj këtë pyetje me qëllim që të bëjmë një parantezë për zotin Hoxha, sa e ka parë në praktikë. Unë vëre një rritje të shoqërisë civile edhe nga pikpamja sasiore, domethënë si numër organizatash, të cilat sapo vinë dhe po profilizohen, edhe nga përgatitja teknike e stafit ose antarëve të këtyre shoqatave, kur ulesh diskuton për një problem të caktuar, me kënaqësi merr edhe një lloj si thua vlerësimi teknik për problemin, por edhe nga ana cilësore. Do thënë deri dje për shembull kanë pasur një promisku, edhe një përzierje të tematikave këto organizata, kurse tani secila po fillon dhe po zë pozicionin e vet, kamën e përgjithshme problemeve që ka komuniteti. Atëherë, zoti Hoxha, nëse do marrim 5 vjeçarin e fundit, sa keni parë këtë lloj ndryshimi, këtë lloj përpjekje të OJF-ve apo OJQ-ve? Dhe po ta shikojmë çik problemin në spektër më të gjerë, ne jemi pjesë e shoqërisë civile, jemi qytetarë të qytetit, gjërat ndryshojnë, janë në dinamik, jemi pjesë e qeverisjes herë. Pra jemi qytetarë të këtij vendi dhe ka një dinamik zhvillimi në sensin pozitiv në këndvështrimin tim. Më krahasuar me vitet 95, 96, ka një rritje cilësore dhe sasiore të pjesëmarrjes së shoqërisë civile në jetën aktive. Kjo sigurisht lidhet dhe me politikat shtetërore. Pra, të gjithë e dimë që Shqipëria ka firmosur një marrëveshje të stabilizim asociimit dhe me disa detyrime dhe hapa që duhet të ndërmarrë shteti shqiptar për të arritur ato objektiva për të hyrë në Europë. Dhe një nga strategjitë me interes në këtë aspekt është strategjia e decentralizimit, ku një nga aspektet kryesore është pjesëmarrja e qytetarëve për të rritur efektivitetin dhe transparencën e qeverisjes për të përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Në këto aspekte, SNV-ja fillimisht ka punuar pra me trajnime, me workshope, për rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile, por gjithnjë në bashkëpunim me organet e qeverisjes vendore. Pra, këto shkojnë gjithnjë paralelisht. Pra, nuk mund të themi se ka një zhvillim të shoqërisë civile, po s'pati një zhvillim dhe një mirë kuptim të qeverisjes vendore, dhe gjithashtu nuk mund të themi të kundërtën. Unë mund t'jap shembuj nga eksperienca jonë e punës në qytete të tjera, pra të Shqipërisë, në të cilët shoqëria civile konsiderohet deri para 2 vjetësh konsiderohej e ndarë nga pjesa e qeverisjes vendore. Pra, kishte deri atje shprehje të cilat ç'pun kemi ne me shoqërinë civile, ne jemi pjesë e shtetit, ne funksionojmë pas ligjeve, shoqëria civile ka punën e saj. Gjë që nuk ndodh në fije. Pra, puna dhe këtë e them me si të thuash me një farë krenarie, puna që ka bërë SNV-ja dhe organizatat e tjera të shoqërisë civile në fije. Dhe mirë kuptimi që kemi gjetur me pushtetin lokal ka sjellë këtë frym e cila ekziston sot në qytetin e Firit, që është një frym e zhvillimit. Pra, e për pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile në tërë aspektet ku bashkia e ka ndier të nevojshme dhe si detyrim për pjesëmarrjen në shoqërisë civile, dhe nga ana tjetër në shumë raste zëri qytetar është bërë pjesë e vendimarrjes së organeve të qeverisjes vendore. Pra, me pak fjalë, ju po thoni përveç asistencës tuaj në vendimarrje keni gjetur dhe përkrajën e bashkisë apo jo? Sigurisht, të bashkisë dhe të pjesës tjerë të shoqërisë civile. Qartë, nuk e di sa e keni ndier ju këtë lloj bashkëpunimi, zoti Kazanxhiu, duke qenë se jeni dhe në një rol delikat, le të themi, përfaqësoni komunitetin rom. Problematika e komunitetit rom qëndron pak me probleme edhe më të shumta, shumë e ngarkuar. Që të flasësh për komunitetin rom kërkon një mision tjetër që ti përfshish në detaje. Po, për sa i përket përfaqësimit tim në këtë rrjet të shoqërisë civile, këtu janë erdhur disa hapa dhe shihet qartë rezultati pozitiv që është edhe shoqëria civile në bashkëpunim me pushtetin lokal, sepse ne kemi qenë pjesë, nëse s'kam qenë si përfaqësues, si komiteti rom, po ka qenë Erioni, ka qenë Deja, ka qenë përfaqësues tjetër i këtij rrjeti që ka dhënë mendimin shoqërisë civile.
Dhe këtu janë ngritur dhe fuqizuar kapacitetet e shoqërisë civile duke bashkëpunuar me njëra tjetrën. Po duhet të ndalesha pak tek ajo shtrirje më të gjerë në shkallë rajoni. Nuk kemi atë ndërgjegjësim në shkallë komunash. Edhe këtu kërkohet, padashur që s'duhet të dalë nga tematika për të cilën ne flasim në këtë emision, këtu kërkohet një ndërgjegjësim i shoqërisë civile në shkallë vendodhes komuniteti rom atje ku janë dhe në bashkëpunim. Nëse nuk e kemi këtë shoqëri të ngritur me kapacitete e duhur, atëherë duhet të jetë e diktuar nga pushteti lokal që të rrasin shoqërinë civile, që të bëhet pjesë aktive e vendimarrjes, duke diskutuar problemet atje dhe duke trajtuar ato prioritete për të cilët ka nevojë komuniteti rom. Zoti Beharaj, përveç njoftimit që këta zotërinë se kanë bërë dhe që do ta bëjnë, sa keni ndjerë juve bashkëpunimin me ta, le të themi dhe për informacionin që keni kërkuar? Atëherë mund të flas për anën time personale. Ka patur disa raste që unë kam bashkëpunuar me zotin Kazanxhiu për komunitetin rom. Ka patur raste edhe me bashkinë që na ka njoftuar e kemi shkuar. Ndërsa përse me djalin që është përfaqësuesi i epokës së re kemi patur raste që jemi njoftuar për aktivitetet që ata kanë bërë dhe janë publikuar në media, qoftë në atë qendrore që në lokale. Gjithashtu dhe me SNV në aktivitetet që kanë bërë, që kanë qenë bashkëpunëtor të përbashkët me bashkinë apo dhe me shoqëritë të tjera ka qenë. Por do të ndalesha pak tek çështja më delikate që trajtoi zoti Kazanxhiu për komunitetin rom. Në qoftë se përfaqësuesi që është zoti Kazanxhiu apo qoftë bashkëpunëtorët e tjerë që keni ju me shoqëtat e tjera, siç është Amarodrom apo ato tjera, do kishin punuar në me forcë me median, duke u pasqyruar aktivitetet që organizon shoqata juaj apo shoqatat e tjera që janë rome, atëherë do isha shumë i bindur që edhe mediat, qoftë media lokale apo media qendrore do t'i pasqyrojnë ato. Dhe kjo do të thonë step by step pas hapi do bashkojë domethënë duke rritur atë ndërgjegjësimin të shtresave. Do të mund të krijonte urat e bashkëpunimit mes organeve. Atëherë ja lëm pak fjalën zotit Nako se nuk ka folur, thjesht ka dëgjuar që nga fillimi i emisionit apo jo. Si e keni parë ju këtë lloj bashkëpunimi me bashkinë tjerë apo dhe me kolegët tuaj, le t'i quajmë pra OJF-t? Atëherë bashkëpunimi me Parlamentin Rinor së Qendrës së Epoka e Re me bashkinë Fier ka qenë shumë i frytshëm. Sa kam ditur dhe ku e keni parë ju këtë frytshmëri? Ky frytshmëri duket të thënë që në fillimin e parë të Qendrës Rinore Epoka e Re, e cila është ndihmuar shumë nga Bashkia Fier për krijimin e saj. Një tjetër efekt pozitiv ka qenë që dhe lejimi i ambientit të sallës së madhe të mbledhjes ku të rinj qytetet të Fierit mund të takoheshin për zhvilluar mbledhjet. Një tjetër avantazh pozitiv është se Bashkia Fier na ka dhënë mundësinë për të patur zyra ku ne kemi vendodhen të caktuar të qendrës rinore, të cilat jemi shumë, si thua, jemi shumë vlerësues ndaj kësaj gjë ndaj bashkësisë. Qartë, ju kanë lënë ambientet, pra ju kanë krijuar terrenin e përshtatshëm, infrastrukturën që kjo është infrastruktura. Le të flasim për marrëdhëniet. Kalojnë në planin e marrëdhënieve. Me kryetarin e bashkisë kemi patur shumë takimet, por dhe me punonjës të institucione të ndryshme. Takimi i fundit që kemi zhvilluar me kryetarin e bashkisë, më duket se ka qenë në qershor, dhe kemi bashkëbiseduar me të për 3 çështje kryesore që Qendra Rinore ka nxjerrë. Këto 3 çështje ishin rikonstruktimi i pallatit të sporteve, rikonstruktimi i Gjanicës dhe e treta politika të reja për punësimin rinor. Në bashkëbisedimin sipër ishte arritur në konkluzionin që vetëm një nga ato qendra, vetëm një çështje si kjo